Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim me aktualitet. Bashkia e Vlorës ka publikuar raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për periudhën janar-prill 2026, ku paraqiten të ardhurat, shpenzimet dhe curia financiare e institucioneve në varësi. Sipas raportit, Bashkia e Vlorë arkëton 1.9 miliard lek në 4 muaj, por borxhet mbeten mbi 535 milion lek për më gjerë shënimi. Bashkia e Vlorës ka publikuar raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për periudhën janar-prill 2026, ku paraqiten të ardhurat, shpenzimet dhe curia financiare e institucioneve në varësi. Sipas raportit, të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore për 4 mujorin e parë të vitit kanë arritur në rreth 1.94 miliard lek, ose 67% të planit vjetor. Pjesën më të madhe të arkëtimeve e zë taksa e ndikimit në infrastrukturë me mbi 972 milion lek të arkëtuara. Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore raporton se për vitin 2026 janë faturuar 8.683 subjekte dhe individ, një rritje krahasuar me vitet 2024 dhe 2025. Vetëm në periudhën janar-prill janë hapur 233 subjekte të reja, ndërsa në QKB janë regjistruar edhe aplikime për pezullime, riaktivizime dhe çregjistrime. Një nga problematikat kryesore mbetet niveli debis. Sipas raportit, debia e mbetur deri në 31 dhjetor 2025 është mbi 535 milion lek, ndërsa për 4 mujorin e parë të vitit 2026 realizimi i mbledhjes së borxhit është vetëm 33%. Numri i debitorëve rezulton 6.874, ndërsa debitorë të paguar janë 1.344. Në raport evidentohet dhe curia shpenzimeve. Nga të ardhurat e veta, Bashkia ka përdorur 269.3 milion lek, ose 56.4% të planit për periudhën. Nga granti pa kushtëzuar janë përdorur 321.5 milion lek, ose 41.8%, ndërsa nga buxheti i shtetit realizimi rezulton më i ulët në nivelin 22.3%. Një peshë e rëndësishme në të ardhurat e bashkisë ka pasur dhe drejtoria e urbanistikës, ku për periudhën janar-prill janë arkëtuar mbi 960 milion lek nga taksa e ndikimit në infrastrukturë dhe të ardhurat të tjera për lejet e ndërtimit. Raporti përfshin gjithashtu të dhëna për tregjet publike, tokën bujqësore, subjektet e reja si dhe shërbimet e pastrimit. Ndërmarrja e pastrimit raporton 65 kërkesa të protokolluara dhe mbi 25 ankesa të trajtuara përmes numrit zyrtar të telefonit. Në këtë ndërmarrje janë planifikuar 333 punonjës, por faktikisht rezultojnë 288, duke krijuar 45 vende vakante. Në përfundim, raporti tregon një rritje të aktivitetit ekonomik dhe të faturimeve në Bashkinë Vlorë, por njëkohësisht nxjerr në pas sfida të forta në mbledhjen e detyrimeve të prapambetura, realizimin e plotë të shpenzimeve dhe administrimin e fondeve publike. Prezantuar si një zgjidhje dhe një mënyrë për të vendosur rregull në administrimin e mbetjeve inerte në Jalli të Nartës, realiteti në terren është ndryshe, edhe pse mjetet tarifohen sipas peshës së inerteve, në vend grumbullim mungon peshorja, çka ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën se si përcaktohet tarifa që duhet paguajnë drejtuesit e mjeteve. Prej disa muajsh, depozitimi i mjeteve inerte nga mjetet tonazhit të rënd do të kryej në zonën e Jallisë së Nartës, proces i cili tashmë ka nisur. Mjetet do të tarifoheshin në bazë të peshës së inerteve të cilat do të depozitonin në këtë zonë. Por në mungesë të një peshoreje, a ka një peshë të saktë të mjeteve inerte, por edhe të tarifës që ato duhet të paguajnë. Duke se diçka e tillë nuk ndodh, gjithçka përcaktohet me sy dhe nuk ka një vlerë të përcaktuar, pasi mungon peshorja, edhe pse kohë më parë u fol se ajo do të vijë në dispozicion të gjitha mjeteve të tonazhit të rënd. Depozitimi i mbetjeve inerte në Jallinë e Nartës u prezantua si një zgjidhje efikase për një problematikë me të cilën qyteti i Vlorës është përballur prej vitesh. Në këtë zonë u vendos dhe trari për kontrollin e mjeteve të tonazhit të rënd, të cilat duhet të paguanin një tarifë në varësi të sasisë së inerteve që depozitonin. Projekti u reklamuar si një mënyrë për të vendosur rregull dhe transparencë në administrimin e mbetjeve inerte, por realiteti në terren duket krejt ndryshe.
Aktualisht, problematikat vijojnë të jenë të pranishme dhe funksionimi i kësaj skeme mbetet i paqartë. Edhe pse mjetet tarifohen sipas peshës së inerteve, në vend grumbullim mungon peshorja, për të cilën u deklarua publikisht se do të vendose. Kjo ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën se si përcaktohet tarifa që duhet të paguajnë drejtuesit e mjeteve. Burime nga zona bëjnë me dije se gjithçka funksionon me sy pa asnjë matje reale dhe pa një sistem të qartë kontrolli. Vlera e pagesës përcaktohet në mënyrë të përafërt sipas vlerësimit subjektiv të ngarkesës së inerteve, ndërkohë që mungon çdo standard matje apo dokumentim i saktë. Në këto kushte procesi jo vetëm që humbet besueshmërinë, por krijon dhe hapësira për abuzime dhe mungesë transparence. Tarifat e mbledhura kalojnë më pas në ndërmarrjen e shërbimeve publike, e cila përfiton nga këto pagesa. Megjithatë, nuk ka asnjë informacion të qartë për qytetarë dhe subjekte mbi mënyrën se si llogariten këto tarifat, cilat janë kriteret zyrtare dhe ku përfundojnë konkretisht të ardhurat e mbledhura. Deri më tani mungon transparenca institucionale, ndërsa asnjë autoritet nuk ka dhënë sqarime bindëse për funksionimin real të këtij procesi. Në vend që të ishte një zgjidhje përfundimtare për menaxhimin e mbetjeve inerte në Vlorë, situata në Jallinë e Nartës duket se ka krijuar një tjetër problematik, ku mungesa e kontrollit dhe standardeve vazhdon të mbetet shqetësim serioz për qytetarët dhe bizneset që operojnë në këtë sektor. Disa prej plazheve publike të qytetit janë pranë kanaleve të ujrave të ndotur. Sipas pushuesve, ky fakt sjell rrezik të shtuar për shëndetin e tyre. Ndaj apelojnë marrjen e masave dhe kërkojnë që ujrat e ndotur mos të derdhen më në det. Cilësia e plazheve publike të qytetit të Vlorës është një problem edhe për pushuesit. Faktori kryesor që i ndot më tepër plazhet sipas tyre janë disa kanale të ujrave të ndotur, të cilët derdhen në det. Sipas pushuesve, kjo është situatë problematike ndër vite, që deri më tani nuk është zgjidhur. Qytetarët thonë se problemi më i madh është ndotja, por gjithashtu sipas tyre, në ajër ndihen edhe erërat e pakëndshme. Kjo gjë sipas pushuesve sjell rrezik të shtuar për shëndetin e tyre, ndaj duhen marrë masa sa më parë që ujrat e ndotur të mos derdhen në det. Deri tash qetësi. Cilësia e ujit, si ju duket? Duhet rehabilituar këto kanalet që ndodhen këtu? Po me sa shikoj unë, po, vazhdojnë. Këto kanë qenë gjithkohë, ose mos është, po, to kanë dhe ujra kështu, ujra si përfaqësore të ndotura fekale. Po sjellin aromë të keqe. Ja, tashi për tashi jo, po mase kur të rritet popullsia, të rritet dëndësia, krijohet edhe mundësira të tjera që duhet ngatruar edhe me kulturën që ka brenda ndet. Sim për qytetarë se Jo, prej vitesh vazhdon në njëjta situatë. Duhet Shqet. të zgjidhur. Po, duhet të ishte zgjidhur se tashi kanalet e ujrave zgjedhës janë asnjëherë të mira në asnjë vend, domethënë jo në vende kaq publike dhe kaq të frekuentore. Po, normalisht çdo kanal fekale e burimit infeksioni është, po zakonisht gushti e këto janë një çik problematike se rritet fluksi njerëzve. Kultura, do me thënë, jo e të gjithve është, s'është për ta thënë, po s'është në maksimumin e duhur. Edhe kështu që edhe vapa bën punën e vetë, edhe një qik ato vetë, si thua mikrobe, kanë ciklin e tyre të zhvillimit, edhe bën shumë gjëra bashkë që... Shumë, jo, janë problem, po janë shumë. Është një problem. Shiko ka një gjë, ka një 2 vjet, është një 2 gra që vinë, nuk e nga Tirana, më duke se vinë ato. Vjetë më pyetëm për ato aty, më thash që nuk kanë gjë, nuk kanë asgjë, po janë këto tjera dhe kë. Është kushdo që vjen, vetëm për ato pyet. Se do më thënë, kanë edhe frikë njerëzit të rinë këtu, sepse kanali këtu. Kanali, përveç atyre kanaleve, nuk diskutohet atje tek tek kaldrëmi, tek ka shumë për fëmijët janë të dëmshme. Pa ne për ne po nuk diskutohet. Për mos e rritura, po sidomos për fëmijët njerëz janë të jashtëzakonshme. Lloj së mundesh mund të bie. Lloj, jo gjithë. Prej vitesh vazhdon që këto kanale mos të rehabilitohen. Është habitshme një gjë. Mirë, dakor, se ka shumë gjëra ata të punojnë aty për shembull dhe nxjerrin dhe ujrat e bardha aty, domethënë ujrat e atyre kaklavanit që hapin e çarrin. Po problemi është se këto tubot këtu kanë qenë që pa filluar plazhi.
kanë qenë që kur derdheshin ujët e zeza njëre në kohë, pa u bërë ky plazh i ri. Tash efektikisht akoma këto tuba janë këtu dhe kanë zënë myshke, ndryshke, lloj pislloqesh mblidhen aty. Si ka mundësi të mos i heqin njerëz, këto prishin syrin e gjithë plazhin, prishin gjithë plazhin. Arëm pjeqe ka ku hapen ato atje tek ato kanalet dhe kanali që ka qenë atje poshtë, që është atje poshtë. Ai ka pas arëm pjeqe po s'ndjet njëri këtu. Kush u bë merak për në motranimin? Për merak për popullin. Ai shikon mos barë në një lek, që jap në një vend të saktë atyre privatëve me qëllim që të mbledh në një lek për që të marrin dhe për vetët, ndoshta ngjelet në një për shtetin. Problemi është se aty vinë era qamet dhe i kanali aty. Nuk ka filtrim të pastër. Edhe ajo që e bën atë rregulluar, jo sikur e bën me mur mirë, po jo, s'është ashtu si duhet. Për është durimi i friksionit, patjetër. Po ajo na shqetëson ata varkat që rinë atje. Nuk të do të mazit e vjen era benzin. Në byti aty të qesë. Ne kemi afër ndje më shumë. Kjo situatë ka vite në të gjëmë? Po se në kone e sezonit. Kjo është kryesore, po e sezonit. Pa tjetër që duhet përmirësuar. Gjë më e mirë ajo është. Disa prej plazheve publike të qytetit, të cilat janë përcaktuar, janë pranë kanaleve të ujrave të ndotur. Kjo gjë bën që në totë shkarkohet një sasi e konsiderueshme ujrash të ndotur çdo ditë, por edhe mbetjesh të ndryshme duke shtuar ndotjen në qytet. Punimet për restaurimin dhe rikonstruktimin e zyrave të ndërmarrjes së shërbimeve publike në Vlorë rezultojnë ende në fazat fillestare, ndërkohë që sipas afateve të procedurës, projekti duhet të ishte drejt përfundimit. Brenda një afati 28 ditor, këto punime duhet të kishin përfunduar. Bëhet fjalë për rikonstruksionin e godinës Shaban Demiraj, për të cilën ndërmarrja e shërbimeve publike pranë Bashkisë së Vlorës ka shpallur një tender në datën 10/4/2026 për rikonstruksionin e kësaj godine me qëllim realizimin e zyrave të ndërmarrjes së shërbimeve publike dhe drejtorisë së taksave të Bashkisë së Vlorës. Tenderi i cili u mbaj në 10/4/2026, ku fitues u shpall në 30/4/2026, tregonte nëpërmjet prokurimeve publike që afati punimeve do të ishte 28 ditë, ndërkohë që punimet janë thuajse në fazat fillestare. Punimet për restaurimin dhe rekonstruksionin e zyrave të ndërmarrjes së shërbimeve publike në Vlorë rezultojnë ende në fazat fillestare, ndërkohë që sipas afateve të procedurës, projekti duhet të ishte drejt përfundimit. Tenderi me objekt të restaurim zyrash, rekonstruksioni i zyrave të NSHP, ambientet e ish shkollës Shaban Demiraj, ka fond limit 2.083.179 lek pa ATVSH. Fituesi procedurës së shpallur operatori ekonomik Doksani GSHPK, me ofertën e 1.760.683 lek pa ATVSH. Sipas të dhënave të publikuara, fituesi është shpallur më 30 prill të 2026, ndërsa kozgjatja e kontratës është 28 ditë kalendarike. Kjo do të thotë se punimet duhet të ishin në fazën përmbyllëse, në mos të përfunduara. Megjithatë në terren situata paraqitet ndryshe. Punimet janë ende në nisje, duke ngritur pikpyetje mbi respektimin e afateve, si dhe ecurin reale të zbatimit të kontratës. Në garë për këtë tender morën pjesë 2 operatorë ekonomik, Doksani GSHPK dhe Dyze Construction. Procedura është zhvilluar nga ndërmarrja e shërbimeve publike Vlorë me burim financiar Bashkinë Vlorë. Sipas prestigjioze Travel of Pass, Shqipëria rënditet në 3 destinacionet më të lira në bregdetare në Europë për pushimet për vitin 2026, së bashku me Letoninë dhe Malinezi, duke sfiduar sipas saj Greqinë dhe Spanjën. Money Talks, paraja flet, e këto po e dëshmojnë gjithnjë më shumë turistët që po zgjedhin destinacione me kosto të përballueshme, pa hequr dorë nga cilësia e pushimeve. Shkruan Sam Sayers në një artikull të botuar në Travel of Faith. Për vite me radhë, shumë turistë kanë ndjekur të njëjtat destinacione klasike verore, si ishujt grek, rivjerën franceze apo brigjet e njohura të Spanjës. Por këtë verë, sipas ekspertëve të udhëtimeve, vëmendja po zhvendoset drejt destinacioneve që ofrojnë eksperjenca të jashtëzakonshme, me çmime shumë të favorshme. E në këtë listë Shqipëria renditet ndër destinacionet më të lira bregdetare në Europë për pushimet e 2026-s, së bashku me Letoninë dhe Malinezi, sipas Travel of Faith.
Ndërsa Greqia vazhdon të mbetet një prej destinacioneve më të preferuara të mesdheut, Shqipëria po fiton gjithnjë më shumë vëmendje, si një alternativë autentike, moderne dhe shumë më ekonomike. Ky vend prej vitesh po ngjitet në hartën turistike ndërkombëtare, por ende nuk është prekur nga çmimet e larta që karakterizojnë destinacionet e mbipopulluara turistike të rajonit. Nga plazhet e kristalta të Ksamilit, të cilat shpesh cilësohen si Maldivet e Mesdheut, tek brigjet e qeta dhe autentike të Himarës, apo gjiret majqepse me ujrat turkez të Dërmiut, Shqipëria ofron një vijë bregdetare spektakolare dhe peizazhe që konsiderohen ndër më të bukurat dhe më të paprekurat në Europë. Turistët e kanë vlerësuar Shqipërinë me 84 nga 100 pikë për nivelin e sigurisë, duke renditur jo vetëm si destinacionin më ekonomik, por edhe si më të sigurtin ndër 3 vendet e përfshira në listë. Me rivjerën spektakolare, qytetet plotjet, trashëgiminë e pasur kulturore dhe çmimet e përballueshme, Shqipëria po konfirmohet si një prej destinacioneve më të rejse turistike të Europës për vitin 2026. Partitë politike në Kosovë nga sot deri në 7 qershor janë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet të jashtëzakonshme parlamentare. Edhe pse subjektet politike ditë më parë kanë nisur tubimet elektorale brenda dhe jashtë Kosovës, KQZ ka vendosur që sot të jetë dita kur nis zyrtarisht fushata. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë sot nis zyrtarisht fushata. Subjektet kryesore politike kanë paralajmëruar nisjen e aktiviteteve hapse të fushatës në qytete të ndryshme të Kosovës, ndërsa gara pritet të jetë fokusuar tek përplasja mes partive kryesore dhe kandidatëve për drejtimin e qeverisë. Partitë politike në Kosovë nga sot dhe deri në mëngjesin e 7 qershorit janë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Edhe pse subjektet politike ditë më parë kanë nisur tubimet elektorale brenda dhe jashtë Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që sot të jetë dita kur nis zyrtarisht fushata. Fushata do të jetë 10 ditë shtator, konkretisht deri më 7 qershor në orën 06:59 minuta, ndërsa buxheti i planifikuar dhe miratuar për organizimin e këtyre zgjedhjeve është më shumë se 10 milionë euro. Zgjedhjet e reja vijnë pas krizës institucionale të krijuar nga dështimi për të zgjedhur presidentin brenda afatit kushtetues, duke çuar vendin në një cikël të ri elektoral. Subjektet kryesore politike kanë paralajmëruar nisjen e aktiviteteve hapse të fushatës në qytete të ndryshme të Kosovës, ndërsa gara pritet të jetë fokusuar tek përplasja mes partive kryesore dhe kandidatëve për drejtimin e qeverisë. Pas valës ekstreme të nxehtit që ka përfshirë Europën perëndimore duke thyer rekorde temperaturash në Francë dhe në Britaninë e Madhe, shefi i klimës i OKB-s, Simon Stelli, e cilësoi situatën si një kujtesë brutale të ndikimeve të ndryshimeve klimatike, duke fajsuar djegjen e qymyrit, naftës dhe gazit si shkakun kryesor të fenomenit. Temperatura rekord në Francë dhe Britaninë e Madhe. Shefi klimës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara kujton për një kujtesë brutale të krizës klimatike. Një valë ekstreme të nxehtit ka përfshirë Europën perëndimore duke thyer rekorde temperaturash në Francë dhe Britaninë e Madhe dhe duke ngritur alarmin për pasojat e krizës klimatike. Shefi klimës i OKB-s, Simon Stelli, e cilëson situatën si një kujtesë brutale të ndikimeve të ndryshme klimatike, duke fajsuar djegjen e qymyrit, naftës dhe gazit si shkakun kryesor të fenomenit. Sipas tij, shkenca është e qartë se ndryshimet klimatike të shkaktuara nga aktiviteti njerëzor, po i bëjnë valët të nxehtit gjithmonë edhe më të shpeshta dhe më intensive. Stelli thekson se mbrojtja e jetëve dhe ekonomive nga temperaturat ekstreme duhet të nisë me reduktimin e varësisë nga lëndët diellëse dhe kalimin drejt energjive të pastra. Në Britaninë e Madhe, zyra meteorologjike regjistroi temperaturën 35.1 gradë Celsius, duke thyer për dytën ditë radhazi rekordin kombëtar për muajin maj. Temperatuра tejkaloi rekordin historik prej 32.8 gradësh të vendosur në vitin 1942 dhe të barazuar në vitin 1944. Nxehtësia e fortë krijoi kushte të vështira edhe në metron e Londrës, ku shumë qytetarë u përballen me temperatura mbytëse. Edhe Franca po përjeton temperatura të pazakonta për këtë periudhë të vitit. Shërbimi meteorologjik francez raportoi se një kupol nxehtësie ka bllokuar ajrin e nxehtë mbi vend, duke sjellë temperatura deri në 13 gradë më të lartë se normalja sezonale. Autoritetet vendosën alarmin portokalli për temperatura të larta në 17 departamente përfshirë dhe Parisin, ndërsa 10 zona të tjera janë në paralajmërim të verdh.
Ndërkohë në Spanjë, temperaturat pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius gjatë javës. Agjencia Shtetërore Meteorologjike tha se temperaturat aktuale janë tipike për muajin korrik dhe jo për fundin e muajit maj. Alarm portokalli është lëshuar edhe për rajonin e vendit të Bask, ndërsa disa qytete jugore pritet të regjistrojnë temperatura mbi 38 gradë Celsius. Temperaturat e larta kanë shkaktuar deri dhe viktima. Autoritetet franceze raportuan të paktën 7 vdekje të lidhura drejt për së drejti ose tërthorazi me vapën ekstreme, ndërsa në Angli 4 adoleshent kanë humbur jetën nga mbytyja që prej fundjavës, teksa shumë qytetarë kërkojnë freskim në zonat ujore. Ndërkohë paralajmërimet meteorologjike vijnë në disa vende të Europës, ndërsa shkencëtarët theksojnë se valë të tilla të nxehtë që dikur ndodhin vetëm në kulmin e verës, po shfaqen gjithmonë edhe më herët dhe po bëhen më të rrezikshme për popullsinë. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.